Nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Besimtarët musliman u mblodhën në numër të madh mëngjesin e kësaj të premte për të festuar Kurban Bayramin, një nga dy festat më të rëndësishme në kalendarin islam. Ceremonia nisi herët në bulevardin dëshmor të Kombit me fjalime, këndime të Kuranit dhe falje të namazit, që u drejtua nga kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahia. Një det me besimtar musliman mbushi këtë të premte bulevardin dëshmor të Kombit në Tiranë për të shënuar festën e shenjtë të Kurban Bayramit, që përkon me ditën më të rëndësishme të javës në fenë islame. Ceremonia nisi në orët e para të mëngjesit me fjalime, ilahi dhe këndime të Kuranit, për të kulmuar më pas me faljen e namazit të Kurban Bayramit, i udhëhequr nga kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu. Kjo festë simbolizon gatishmërinë për sakrificë dhe besimin e palokundur ndaj Zotit, duke u referuar historisë së profetit Ibrahim dhe sakrificës që ai pranoi të bënte me të birin Ismailin, dy figura të rëndësishme për besimtarët musliman. Pas përfundimit të faljes, kreu i KMSH-s, Bujar Spahiu, ndau mesazhet e tij për mediat, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, faljes dhe namazit për njerëzit në nevojë si thelbi i kësaj feste. Shqiptarëve, besimtarë musliman, ju urojmë gëzuar Kurban Bayramin për shumë vjetë, që ky Bayram të sjellë paqe, mirësi, begati në familjet tona dhe kudo anë kënd botës, që njerëzit kanë nevojë për klimën paqësore dhe paqen sociale. Dhe edhe një herë gëzuar për shumë vjetë. Kurban Bayrami është gjithashtu një ditë e veçantë për të ndihmuar të tjerët, për të ndarë me familjen dhe komunitetin, si dhe për të forcuar lidhjet shpirtërore mes njerëzve. Festa e Kurban Bayramit ka sjellë një sër urimesh nga krerët më të lartë të shtetit dhe politikës shqiptare. Presidenti i Republikës, kreu i qeverisë dhe përfaqësues të tjerë politik kanë përcjell mesazhe urimi për besimtarët musliman, duke theksuar rëndësinë e sakrificës, besimit dhe dashurisë për një shoqëri të përbashkët. Një atmosferë festive të Kurban Bayramit, drejtuesit më të lartë të institucioneve dhe politikës shqiptare kanë përcjellë mesazhe urimi për besimtarët musliman dhe gjithë qytetarët shqiptar. Presidenti i Republikës, Bayram Begaj, në një mesazh të publikuar për rastin e festës, u ndalte domethënia e thellë shpirtërore e Kurban Bayramit si simbol i sakrificës dhe dashurisë. Kurban Bayrami është dëshmi e pashtershme se si sakrifica, durimi dhe dashuria japi njerëzve paqen e tyre të brendshme dhe mposhtin egoizmin, urrëtitjen dhe pangopsinë, tha presidenti Begaj, duke uruar për më shumë mirësi dhe gëzim në familjet shqiptare. Një urim të shkurtër por simbolik përcoti dhe kryeministri Edi Rama, i cili postoi një foto nga ambientet e xhamisë së namazgjas të shoqëruar me mesazhin gëzuar Kurban Bayramin. Nga rrjetet sociale, një mesazh u publikua dhe nga ish kryeministri Sali Berisha, i cili theksoi rëndësinë e lutjes dhe sakrificës për këtë festë të shenjtë. Sakrificat e lutjet tuaja qofshin të pranuara nga Zoti në këtë natë të madhe për të mirën tuaj, të familjeve tuaja dhe të gjithë Shqipërisë. Edhe nga ambientet e paraburgimit ka ardhur një urim për festën. Ish presidenti Ilir Meta u shpreh se Kurban Bayrami është një kujtesë e vlerës së sakrificës në rrugën drejt së mirës. Na kujton se pa sakrificë nuk ka begati, se rruga drejt të mirës kërkon durim dhe devotshmëri. Një tjetër mesazh u publikua nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia, i cili bëri thirrje për më shumë dashuri dhe më pak urrëtie mes njerëzve. Në këtë festë duhet të duhemi më shumë e të urrehemi më pak. Festa e Kurban Bayramit është një ndër momentet më të rëndësishme në kalendarin fetar musliman, që përcjell mesazhe paqe, solidariteti dhe përkushtim ndaj tjetrit. Qyteti i Kavajës, si në mbar vendin dhe botën islame, ka festuar sot Kurban Bayrami, një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit islam. Qindra qytetarë dhe besimtarë janë mbledhur që në orët e para të mëngjesit për të ndjekur ritet fetare, për të falur namazin edhe për të përcjellë gjithashtu mesazhe paqeje, falje dhe solidariteti. Festimet janë ndjekur nga afër nga Drita Televizion. Ndjekim për më tepër kronikën e përgatitur. Sot, ashtu si në mbar botën islame dhe në të gjithë Shqipërinë, edhe në qytetin e Kavajës u kremtua me solemnitet dhe besim të thellë. Festa e shenjtë e Kurban Bayramit, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të kalendarit islam. Kjo ditë përkujton gatishmërinë e profetit Ibrahim alayhis salam për të sakrifikuar birin e tij të vetëm, Ismailin, si shenjë bindje dhe besimi ndaj Zotit. Sakrifica nuk u realizua, sepse Zoti ndërhyri dhe i dërgoi një dash të madh për të flijuar në vend të djalit. Një akt që sot simbolizohet përmes thërjes së kurbanit nga besimtarët musliman në mbar botën. Në Kavaj, festimet nisën në orët e para të mëngjesit. Qindra qytetar e besimtar të besimit islam u mblodhën në sheshin përballë xhamisë së qytetit. Atmosfera ishte e qetë, shpirtërore dhe reflektuese.
Tingujt e tekbireve të falënderimit kumbuan në hapësirën e hapur, ndërsa besimtarët rreshtoheshin për të falur së bashku namazin e sabahut. Përveç tekbireve dhe leximit të Kuranit, muftiu i xhamisë së Xhihanve Dritan Muho foli dhe dha një mesazh rreth përfitimit të besimtarit i cili vlerëson një lloj të dyja jetët, në varësi të sjelljes dhe veprave të tij. S'ka dyshim se Allahu Xhelaluhu do t'i shpërblej ata që kanë besuar dhe do t'i ndëshkoj ata që kanë refuzuar dhe mohuar. Më pas, komunitetit ju drejtuan muftiu i xhamisë së Letrës, zotëria Namik Myrto, dhe imami i xhamisë së Qendrës, Gentja Nela. Ata përcollën mesazhe paqeje, dashurie dhe devotshmërie ndaj Zotit, duke theksuar rëndësinë që besimi ka në jetën e çdo njeriu. Dhe prandaj Zoti na ka quajtur vëllezër me njëri tjetrin, ku thot Allahu subhanahu wa taala, përkujtojeni mirësinë e Zotit tuaj ndaj jush. Idh kuntum a'da, kur ju ishit armiq mes njëri tjetrit. Dhe këto ajete dhe apo këtë ajet, Allahu i drejtohet ensarve, pra dy fizve të ensarve Khazraj dhe Eus, i përkujton atyre këtë mirësi, i thot, kur ju ishit armiq mes njëri tjetrit. Thot dhe Zoti ju bashkoi ju zemrat dhe u bët vëllezër mes njëri tjetrit. Ceremonia vijoi me faljen e namazit të Kurban Bayramit, i cili u udhëhoq nga imami Gentjan Nela. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Pas përfundimit të faljes, ai mbajti hutben tradicionale, ku nënvizoi mesazhe të fuqishme për bashkimin familjar dhe ruajtjen e marrëdhënieve farefisnore, vlera që qëndrojnë në thelb të etikës islame. Muslimanët në këtë vend nuk janë të huaj, nuk janë emigrantë të kontinenteve të huaja, janë pjesë e kësaj shoqërie, kanë ndërtuar këtë vend me gjak dhe shpirt dhe eshtrat e gjyshërve tanë prehen pikërisht në këto troje. Këtu prehen eshtrat e gjyshërve dhe stërgjyshërve tanë, të cilët kanë besuar me hak la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Zoti pastrof zemrat tona, Zoti na bëft të mbarë dhe të ndershëm. Zoti na bëf familjar të mirë, qytetar të denj dhe na forcof shpirtin në sprovat dhe vështirësitë e jetës. Zoti i shroft smurën tanë, Zoti u dhënë të paqe mbar muslimanëve. Pas faljes dhe mesazheve të urimit, sheshi u mbush me përqafime, buzëqeshje dhe emocione. Besimtarët shkëmbyen përshëndetje me njëri tjetrin, duke simbolizuar faljen, pajtimin dhe afrimin midis njerëzve, një traditë e thellë në këtë festë. Pas kësaj ceremonie, qytetarët u shpërndan për të festuar në familjet e tyre. Shumë prej tyre pren kurbanin, mishin e të cilit e ndan sipas mësimeve të profetit Muhammed alayhis salam, një pjesë për familjen, një pjesë për të afërmit dhe një pjesë për familjet në nevojë. Dita e Kurban Bayramit në Kavaj përshkoi qytetin me një atmosferë solidariteti dhe spiritualiteti, duke e kthyer këtë festë në një moment të thellë reflektimi dhe bashkimi për të gjithë komunitetin. Në kuadër të festimeve të Kurban Bayramit, krerët e politikës në qytetin e Kavajës zhvilluan sot vizitën e tyre tradicionale në ambientet e xhamisë së qendrës, ku u pritën nga përfaqësuesit e komunitetit musliman. Atmosfera festive e Kurban Bayramit në qytetin e Kavajës u pasurua edhe nga një traditë e përvitshme. Tashmë e konsoliduar ndër vite, vizita e përfaqësuesve të pushtetit lokal në xhaminë e qendrës së qytetit. Kryetari i bashkisë Zoti Fisnik Qosja, së bashku me kryetarin e Këshillit Bashkiak Rudin Hylviu dhe figura të tjera të jetës politike dhe publike, zhvilluan një takim të ngrohtë me përfaqësuesit e komunitetit islam, në një atmosferë të këndshme dhe miqësore, shoqëruar edhe me një koktejl simbolik. Në këtë takim miqësor, përveç urimeve për festën, u shkëmbyen mendime dhe reflektime mbi vlerat e Kurban Bayramit, përfshirë ndihmën ndaj të varfërve, forcimin e lidhjeve shoqërore dhe frymën e solidaritetit. Gjatë fjalës së tij, kryetari i bashkisë, Zoti Fisnik Qosja, theksoi rëndësinë e kësaj feste për të gjithë qytetarët, pavarësisht bindjeve apo përkatësive politike. Ai u shpreh me modesti se është njësoj si gjithë qytetarët e tjerë, duke theksuar se edhe familja e tij ka ndjekur gjithmonë traditat e kësaj feste. Qosja nënvizoi se për të,
ngjyrat politike nuk kanë vend në ditë të tilla dhe se për të, gjithë kavajasit janë bashkëqytetar të barabartë. I uroj gjithë qytetarëve të Kavajës gëzuar për shumë vjet Kurban Bajramin, një festë e cila Kavaja e feston si asnjë qytet tjetër, sepse në thelb dhe në traditën e saj ka besimin në Zot, edhe në kohrat më të vështira, kështu që Kavaja ka treguar gjithmonë që besimi në Zot e ka primar mbi gjithçka. Sot është një ditë e veçantë për gjithë ata njerëz që gjithë ato Kavajes, që unë e di shumë mirë që janë sot ndodhen për të kryer haxhin, dhe i uroj mbarësi dhe urimet më të mira për ato njerëz që kanë sakrifikuar. Po gjithashtu, gjej rastin nga që sot i uroj gëzuar për shumë vjet Kurban Bajramin gjithë emigrantëve, njerëzve që kanë dhënë gjithë kontributin për qytetin e Kavajës, njerëzve që sot na bën krenar, gjithë secilin prej nesh me traditën që s'e kanë humbur kurrë festën e Kurban Bajramit. Si kryetar bashkie uroj gjithë qytetarët e Kavajës, po gjithë njerëzit dhe gjithë shqiptarët kudo ku janë gëzuar dhe për shumë vjet mbarësi familjet e tyre. Ndërkohë, edhe kryetari i Këshillit Bashkiak, Zoti Rudin Hylviu, vlerësoi frymën e bashkëpunimit dhe të respektit të ndërsjellë që mbizotëroi gjatë këtij takimi, duke e cilësuar këtë traditë si një shembull të mirë për shoqërinë në tërësi. Nëpërmjet këtij mikrofoni, unë uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Kurban Bajramit, edhe po nëpërmjet këtij mikrofonit, unë uroj gjithë haxhive, sidomos të Kavajës, një haxhillik të pranuar. Zoti ju pranoftë edhe gjithë haxhive të botës, kudo që janë muslimanët. Unë uroj nga ky televizion i mrekullueshëm dhe për qytetin e Kavajës një Kurban Bajram të pranuar nga gjithë besimtarët muslimanë, dhe ku më bukur se qyteti i Kavajës është një simbol për mirësinë dhe bamirësitë që ka si qytet. Përfaqësuesit e besimit islam përcollën mesazhe të qarta për vëllazëri, mirëkuptim dhe respekt për njëri tjetrin, mesazhe që u mirëpritën dhe u mbështetën nga të gjithë të pranishmi. Ky takim u mbyll me urime të ndërsjella dhe me dëshirën që festa e Kurban Bajramit të sjellë paqe, begati dhe bashkim për të gjithë qytetarët e Kavajës dhe më gjerë. Tirana u bë mikpritëse e festivalit të ndërkombëtar Bukë e Zemër që mblodhi mbi 150 arkitektë të njohur nga 4 kontinente, të cilët punojnë në Shqipëri në bashkëpunim me partnerët lokal. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria po kthehet në një qendër referimi për arkitekturën ndërkombëtare, duke theksuar se projektet që lindin këtu kanë vlerë dhe ndikim për te kufive. Më shumë se 150 arkitekt nga Europa, Azia, Amerika Veriore dhe Jugore të angazhuar tashmë në projektet në Shqipëri u mblodhën në Tiranë në kuadër të festivalit ndërkombëtar Bukë e Zemër. Ky event i kthyer në një platformë bashkëpunimi dhe frymëzimi bëri bashkë profesionistë ndërkombëtar dhe partnerë të tyre shqiptar për të ndarë ide dhe vizione mbi zhvillimin urban. I pranishëm në festival, kryeministri Edi Rama u ndal në rolin që po merr Shqipëria në fushën e arkitekturës, duke theksuar se prania e kaq shumë emrave të mëdhenj ndërkombëtar është treguesi një transformimi të rëndësishëm. Shqipëria është kthyer në një portë shprese. Arkitektët ndërkombëtar po vinë në numra që vetëm pak vite më parë nuk do t'i kishim imagjinuar. Ai vlerësoi veçanërisht faktin që Tirana është thjesht një skenë për prezantim, por po shndrohet në katalizator të zhvillimeve krijuese. Projektet që lindën në Shqipëri nuk janë mediokritet lokal apo klishe globale, ato janë të gjalla dhe rezonuese me vlerë. Tha Rama duke shtuar se ajo që krijohet këtu është një akt i përbashkët krijimi që shkon përtej koncepteve klasike të arkitekturës si profesion. Sipas tij, festivali Bukë e Zemër përfaqëson arkitekturën si një akt thellësisht njerëzor që krijon hapësira për jetën dhe për mbrojtjen e saj në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta urbane dhe sociale. Ky festival është pjesë e përpjekjeve për të pozicionuar Shqipërinë në hartën e destinacioneve krijuese, duke e lidhur vendin me rrjetet ndërkombëtare të arkitekturës dhe inovacionit urban. Do të ndrojmë temë të informacioneve tona. Një sherr banal për motive ende të paqarta, por që dyshohet se ka nisur për shkak të një qeni, ka përshkallëzuar në dhunë dhe me armë zjarri këtë të premte në fshatin Gos të Rogozhinës. 3 anëtar të një familje mbetën të plagosur, ndërsa autori u vedërzua disa orë pas ngjarjes. Një mëngjes i zakonshëm në fshatin e qytetit Gos të Rogozhinës është kthyer në një skenë krimi me të shtra armësh dhe panik mes banorëve. Rreth orës 10:15 të kësaj të premteje, një konflikt verbal mes dy fqinjëve ka degeneruar në përdorimin e armës së zjarrit, duke lënë pas 3 persona të plagosur. Të plagosurit janë pjesëtarë të së njëjtës familje, çifti bashkëshortëve si dhe vajza e tyre e mitur, e cila ishte e pranishme në momentin e përplasjes. Sipas burimeve mjekësore, burri ka marrë një plumë në këmbë, ndërsa gruaja është plagosur në bark. Vajza që
ndodhej mes prindërve të saj gjatë përplasjes, ka marrë lëndime të lehta, por ka përjetuar një traumë psikologjike të thellë. Konflikti mes fëmijëve ka qenë i përsëritur dhe se tensionet kanë qenë prezente prej kohësh. Këtë herë dyshohet se shkak për përplasjen është bërë qeni i familjes Disha, i cili thuhet se ka shqetësuar autorin e dyshuar, shpëtim Osma. Pas të shtënave, Osma u largua me shpejtësi nga vendngjarja, ndërsa forcat e policisë ndërhyn menjëherë duke rrethuar zonën. 2 orë më vonë ai u vedorzua pranë komisariatit, pa ofruar deri më tani një deklaratë zyrtare për motivet e veprimit të tij. Policia e Kavajës ka dhënë njoftim paraprak duke cilësuar ngjarjen si pasojë të një konflikti për motive të dobta, pa hyrë në hollësi. Grupi hetimor vijon punën e zbardhjes së rrethanave, ndërsa autorët e zonës shprehen të rronditur nga akti i rëndi dhunës. Një konflikt i dhunshëm mes 2 personave në Sarand ka përfunduar me plagosjen me thik të një të riu, 21 vjeç. Ngjarja ndodhi në rrugën Mitat Hoxha pranë zonës së njohur si Ekualipti, ku gjithashtu ndodhi dhe një aksident me 2 automjete që rriti panikun tek qytetarët. Një ngjarje e rëndë ronditi mbrëmjen e së njëjtës qytetin bregdetar të Sarandës, ku një konflikt mes 2 personave degeneroi në dhunë fizike dhe përdorim të armëve të ftohta. Incidenti ndodhi në rrugën Mitat Hoxha pranë zonës së frekuentuar të Ekualiptit. I plagosur mbeti Devis Salia, 21 vjeç, i cili u godit me thik në parakrah dhe u transportua menjëherë në spitalin e Sarandës. Sipas burimeve mjekësore, i riu ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burimet nga spitali konfirmojnë gjithashtu se i riu ka qenë në gjendje të dehur dhe nuk ka mundur të japë një dëshmi të qartë për rrethanat e konfliktit. Ngjarja u shoqëruar edhe me një tjetër incident të së njëjtës zonë, ku 2 automjetet u përfshin në një aksident. Njëra prej makinave dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një tjetër mjet të parkuar, duke shkaktuar panik tek qytetarët e pranishëm në zonë. Forcat të shumta policie mbërritën në vendngjarje dhe kanë nisur menjëherë hetimet. Janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar autorin dhe për të sqaruar rrethanat dhe motivet që çuan në përshkallëzimin e konfliktit. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 7 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mo të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë pasdites në disa zona të thella kodrinore dhe malore parashikohen vranësira kalimtare por pa rreshje të konsiderueshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor dhe veri-lindor, me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare era do të intensifikohet her pas here deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 12 deri në 27 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 25 gradë, Peshkopi 10 deri në 23 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 27 gradë, Durrës 17 deri në 24 gradë, Kavaj 14 deri në 23 gradë, Elbasan 13 deri në 26 gradë Celsius, Berat 15 deri në 26 gradë, Korç 11 deri në 21 gradë, Vlorë 15 deri në 25 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 26 gradë, Sarand 15 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 qershor 2025 do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të territorit. Në disa zona kodrinore dhe malore gjatë orëve të pasdites do të shfaqen vranësira kalimtare por pa rreshje të shiut. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 23 gradë Celsius në disa zona të ulta dhe të mbrojtura nga era. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor dhe veriperëndimor, me shpejtësi mesatare prej 5 deri në 10 metër për sekond. Në lugina dhe hapësirat e ekspozuara priten her pas here rrymë ajrore deri në 13 metër për sekond.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 9 deri në 22 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 21 gradë. Skënderaj 9 deri në 20 gradë Celsius. Pej 10 deri në 22 gradë. Prishtinë 9 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 10 deri në 22 gradë. Malishev 10 deri në 21 gradë. Gjilan 9 deri në 22 gradë. Ferizaj 9 deri në 22 gradë Celsius. Kaçani 10 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 11 deri në 21 gradë. Prizren 10 deri në 22 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshi.